Me atë sa po kuptoj në të dy rastet, edhe në mësimin tërditor, por edhe në kalimin në një ndrim të mësimi klasik, le të themi kështu, kërkohet rritje e kapaciteteve. Sigurisht që po, duhet edhe tani brenda ministrisë ne vazhdimisht përpos që kemi pjesa më e madhe e buxhetit, e fondit me cilin disponon Ministria e Arsimit, në qoftë se i analizoni tani është kjo çështja e buxhetit për vitin e ardhshëm dhe Ministria e Arsimit rangohet vazhdimisht e ministri që ka buxhet më të madh. Brenda saj, kur t'i shohim ato zërat, shumica e atyre mjeteve ndahen për pagat e mësimdhënësve. Dhe një pjesë e caktuar ngjelet për të investuar në infrastrukturën dhe në krijimin e kushteve. Por kjo nuk është e mjaftueshme. Ne si shtet sigurisht se duhet të arrisim përqindjen që ndahet për Ministrinë e Arsimit dhe në kuadër të këtij buxheti pastaj të ndahet dhe të rritet edhe pjesa që do të krijonte kushte më të volitshme. Tani, përpos Ministria e Arsimit këtë punë duhet ta bëjnë edhe komunat. Për shkak se edhe ato mund të vjelin mjete, qoftë nga buxheti, qoftë nga fondet e ndryshme që i ka qeveria, por edhe nga donacione dhe nga nisma të ndryshme, e të mund t'i vënë në shërbim dhe në interes të shkollave.